Në juglindjen e Shqipërisë, aty ku kufijt bashkojnë kultura, histori dhe tradita të hershme, ndodhet një nga zonat më të ralla dhe më autentike të vendit tonë, Bashkia e Pustecit. Një treve vendosur buz liçenit të Prespës, mes maleve natyrës së paprekur dhe një historie që vazhdon të jetojë në çdo fshat, në çdo kishë dhe në çdo familje të kësaj zone. Këtu larg zhurmës së qyteteve të mëdha dhe ritmit të shpejtë të përditshmërisë moderne, Prespa paruan ende qetësinë, traditën dhe shpirtin e saj të vërtet. Liçeni i Prespës, ishulli i Maligradit, kishat bizantine të ndërtuara në shkëmbinj, vizatimet parahistorike, shpellat ku dikush strehojshin peshkatarët dhe biodiversiteti i jashtëzakonshëm, e bëjnë këtë zonë një nga pasuritë më të veçanta të Shqipërisë. Në këtë pjesë të vendit, natyra dhe trashëgimia kulturore bashkëjetojnë ende në mënyrën më autentike të mundshme. Por Prespa nuk është vetëm histori dhe peizazh, por është mbi të gjitha vendi i njerëzve të saj. Banorë që prej brezash jetojnë mes liçenit dhe tokës, duke u marrë me peshkim, bujqësi, blegtori dhe duke ruajtur traditat që i kanë trashëguar ndër vite. Edhe sot në shumë familje të Pustecit vazhdon kultivimi i çajit të malit, përgatitja tradicionale e gatimeve, me peshk dhe mënyra jetesës që e ka karakterizuar këtë zonë prej dekadash. Në këtë speciale të CNATV do të udhëtojmë në zemër të Prespës shqiptare për të zbuluar historinë, kulturën, traditat dhe bukuritë natyrore të Bashkisë së Pustecit. Do të ndalemi në qendrat e rikonstruktuara të fshatrave, do të vizitojmë kishat shekullore dhe ishullin e famshëm të Maligradit. Do të dëgjojmë histori të ndryshme dhe do të mësojmë më shumë për projektet dhe vizionin për zhvillimin e kësaj zone. Në këtë rrugëtim na shoqëron kryetari i Bashkisë së Pustecit, Pali Kolevski, i cili e konsideron promovimin e Prespës një mundësi të rëndësishme për të nxjerrë në pa vlerat që mbart kjo trevë. Është një nder i madh që juve po i bëni zonës, edhe mua në veçantë po më bëhet vërtet domethënë qefi që interesoheni që edhe ne të bëjmë atë transparencë edhe publicitetin për bashkinë tonë, Bashkinë e vogël të Pustecit. Ndalesa e parë është qendra e rikonstruktuar e fshatit Pustec, një investim i realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili ka transformuar një nga hapësirat më të rëndësishme të komunitetit. Në zemër të kësaj qendre ndodhet ende kisha e Shënmhjellit, një objekt me rëndësi të veçantë historike dhe shpirtërore për banorët e zonës. Ne kemi ardhur shpesh herë për shumë aktivitete në Bashkinë e Pustecit dhe gjithmonë që kemi ardhur kemi qëndruar pikërisht te qendra. Dhe duket se është bërë një investim shumë i mirë për qendrën e Pustecit. Po, kjo është një investim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ku ishte shumë e nevojshme një gjë e tillë. Është një qendër e vogël, por e vendosur në mes të fshatit të Pustecit, ku është edhe kisha e Shënmhjellit, që është një vlerë e veçantë, është edhe një festë fetare e cila festohet në këtë fshat. Dhe unë mendoj që qendra të tilla, jo vetëm këtu, por në të gjitha zonën, në gjithë zonën, në gjithë fshatet e zonës, ku të ketë një qendër, domethënë. Pikërisht pranë kësaj qendre bie në sy edhe harta turistike e Bashkisë së Pustecit, e cila orienton turistët drejt të gjitha destinacioneve kryesore të zonës. Në të janë përfshirë ishulli i Maligradit, kishat bizantine, shtigjet për hiking dhe pikat më të rëndësishme turistike. Edhe turistët që vinë, ne kemi edhe një pjesë ku është vendosur gjithë harta. Sa i ndihmon ata kjo hartë e vendosur dhe ku i orienton turistët? Po, harta tregon gjithë destinacionet e bashkisë, gjithë Bashkisë së Pustecit. Zakonisht këtu aty është vendosur ishulli i Prespës, janë gjitha atraksionet e tjera, do të themi gjithë kishat bizantine që ndodhen rreth rrotull të Prespës. Janë përcaktuar edhe vendet për hiking, le të themi që duke ditur që bashkia ka një kombinim midis liçenit, maleve të bukura, domethënë të pastra, besoj që e ndihmon, deri diku i ndihmon, por mund ta theksoj që ka nevojë, ne jemi duke punuar për ta zgjeruar këtë domethënë informacion, edhe besoj që shumë shpejt do kemi gjithë tabelat orientuese për gjithë turistët. Një nga simbolet më të rëndësishme të identitetit fetar dhe kulturor të zonës është kisha e Shënmhjellit. Historia e saj lidhet drejt për drejt me periudhën e komunizmit dhe ringritjen e besimit pas viteve 90. Kisha e Shënmhjellit që ne kemi pas krave, sa vlerë ka për Pustecin? Këtu ka qenë një objekt më përpara i vendosur, një objekt i vjetër, në periudhën e komunizmit dhe u shkatrua si kishë.
Në të njëjtin vend, të njëjtin themele është ndërtuar kjo kishë, edhe është shumë domethënëse, sepse në zonën tonë ka një karakteristikë të tillë. Çdo fshat, le të themi, ka festën e vet fetare që feston. Fshati Pustetësi ka këtë kishë, domethënë që njerëzit në këtë datë e festojnë domethënë si festën e tyre të familjes. Dhe ka një domethënie shumë të madhe për çdo familje që jeton në Pustetësi. Përtej turizmit dhe trashëgimisë kulturore, banorët e Pustetësit vazhdojnë të jetojnë kryesisht me bujqësi dhe peshkim. Familjet merren ende me kultivimin e çajit të malit, grurit, misrit dhe me blegtorin, ndërsa peshkimi mbetet një nga burimet kryesore të ardhurave për shumë banorë të zonës. Thuhet në të gjithë qarkun e Korçës që banorët e Pustetësit janë punëtor, por me çfarë konkretisht merren ata, duke qenë se janë edhe moshë e madhe? Unë do përmendja bujqësinë, domethënë atë bujqësinë e vogël familjare që kanë. Ata mundohen që të, siç e përmendet, domethënë moshë e madhe, por akoma ka familje që merren me çajin e malit, por unë do përmendja edhe peshkimin. Janë rreth 50 licenca ose 100 familje nga dy vete, 100 familje që mbajnë veten e tyre me peshkim. Pjesa e çajit edhe njerëzit veç kulturës së çajit ka mbjellin edhe kultura të tjera, si gruri, misri ose kultura të tjera për të mbajtur edhe blegtorinë. Ashtu si shumë zona rurale të Shqipërisë, edhe Bashkia e Pustetësit përballet prej vitesh me fenomenin e emigrimit dhe largimit të banorëve, kryesisht të rinjve, drejt vendeve të tjera në kërkim të mundësive më të mira ekonomike. Afërsia me kufirin e Maqedonisë së Veriut ka bërë që një pjesë e banorëve të lëvizin çdo ditë për punë sezonale apo të përkohshme, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur emigrimin afatgjat jashtë vendit. Megjithatë, pavarësisht largimeve, shumë familje vazhdojnë të mbajnë lidhje të forta me vendlindjen dhe të rikthehen në Pustetës, sidomos gjatë festave dhe sezonit veror. Në fakt është e vetmja bashki, duhet përmendur që është edhe minoritare. Pjesa më e madhe kanë gjetur mundësi për të ikur në Maqedoni. Si funksionon me këta të rinjt? Shiko, këtu është një fenomen i tillë, duke qenë se ne jemi afër me kufirin e Maqedonisë, me Maqedoninë e Veriut, edhe njerëzit kanë ikje ditore, le të themi, një pjesë e mirë e tyre. Në mëngjes shpejt, ora 6 të mëngjesit për shembull nisën, punojnë në bujqësi ose në ndërtim, tek zona rreth rrotull bashkisë, do të ngjitur me neve, Resnia siç është ose Bitola. Pastaj ka nga ata të tjerë, të cilët emigrojnë më thellë, edhe kjo pjesë është më shqetësuese, le të themi, që Bujqësia mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm për ekonominë e Bashkisë së Pustetësit dhe burimi kryesor i të ardhurave për shumë familje të zonës. Kultivimi i çajit të malit, grurit, misrit dhe kulturave të tjera bujqësore vazhdon të jetë pjesë e jetës së përditshme të banorëve, ndërsa nevoja për përmirësimin e sistemit të ujitjes dhe kullimit konsiderohet jetike për zhvillimin e mëtejshëm të kësaj zone. Për këtë arsye, Bashkia e Pustetësit ka aplikuar për projekte mbështetëse në sektorin e bujqësisë me synimin për të përmirësuar infrastrukturën vaditëse dhe për të krijuar kushte më të mira për fermerët. Sipas Kolevskit, investimet në rezervuare, kanale kulluese dhe sisteme ujitjeje do të ndikojnë drejt për drejt në rritjen e prodhimit bujqësor dhe mbështetjen e familjeve që jetojnë me tokën. Ne kemi qenë disa aplikant tek Ministria e Bujqësisë, si vjet Bashkia e Pustetësit është përfituese e një prej projekteve për ujitjen dhe kullimin. Do të bëhet rekonstruksioni i 3 rezervuarve që do futen gjithë në funksion të ujitjes së fushës së Pustetësit, sidomos në atë pikë janë të përqendruara edhe njerëzit të cilën kultivojnë çajin. Është pjesa poshtë lajtizës që mbulon gjithë pjesën e Pustetësit. Ne gjithashtu do përgatitim edhe projektin tjetër, domethënë do përgatitim gjithë kanalet kulluese, të dyta, të treta dhe vaditëse. Teksa largohemi nga Pustetësi dhe lëm pas bregun e liçenit përpara nesh, nis të shfaqet një nga destinacionet më të veçanta dhe më të njohura të kësaj zone, ishulli i Maligradit. I vendosur mes ujrave të qeta të liçenit të Prespës, ky ishull mbart jo vetëm bukurinë natyrore të rralla, por edhe histori, legjenda dhe një trashëgimi kulturore që e bën një nga pikat më të rëndësishme turistike të juglindjes së Shqipërisë. Rruga drejt Maligradit është një përjetim më vete. Pamja e liçenit, qetësia që të rrethon dhe natyra pothuajse e paprekur krijojnë ndjesinë sikur po afrohesh drejt një vendi të fshehur mes historisë dhe natyrës. Ku po shkojmë tani? Shkojmë në një nga destinacionet më të mira, më të bukura të Bashkisë së Pustetësit ose të liçenit të Prespës, pjesa e Shqipërisë, është ishulli i Maligradit. Ku do shikoni edhe vetë atje, domethënë që është vërtet një vend i veçantë.
që mbart histori edhe bukurinë natyrore bashkë. Se iqim pak këtë frikën që kanë njerëzit që thonë ka shumë qarpëri, si është e vërteta? Nuk është asgjë s'është e vërtetë, por aty vërtet mund të ketë gjerpëri, po gjerpërinë të cilët nuk janë elmus shumë vështirë që ti shikosh, sepse kur dëgjojmë zhurmën e ecjes së një persona apo të njerëzve, ato largohen edhe fshihen. Nuk është se janë asnjë problem s'ka patur asnjë. Në Ishull ndodhet një nga kishat më të vjetra dhe më të ruajtura të zonës, një monument kulture me vlera të jashtëzakonshme historike. Ndërkohë Kolevski e cilëson këtë ishull parajs të zogjve, pasi shpendët janë tërësisht të pashqetësuar nga banorët. Këtu ndodhet një nga kishat, një kishë shumë e vjetër dhe e ruajtur shumë mirë. Një trashëgimi kulturore është parajsa e zogjve. Po ta shikoni, domethënë është plot me zogj, sepse duke qenë të qetë që nuk tradhzohen as nga njerëzit edhe nuk shqetësohen, këtu ka higjenë të tëra, domethënë llojet e shpendëve që jetojnë të paktën që rinë tek liçeni i Prespës. Cilat janë disa ose një nga shpendët që është më i veçantë për zonën? Është pulbardha, pelikani, patjetër, pelikani domethënë ka pjesën e vet mënyrës së mbjetesës edhe të jetesës. Ri në thellësi, afrohet edhe bregut të liçenit. Pastaj janë guzat, atë shpendët zhytës që i quajmë neve. Sipas kryebashkiakut, vetë identiteti i liçenit të Prespës lidhet ngushtë me ishullin e Maligradit dhe historinë që ai mbart. Deri diku mund të them që liçeni i Prespës njihet nga ishulli. Nga ishulli, nga kisha, jo vetëm kisha, le të themi komplet sipërfaqja mbi e ishullit, sipërfaqja e ishullit sipër mbart një histori. Unë do të thoshe që ja vlen që të eksplorohet, sepse kështu do të dalë më në parë dhe do të rritën vlerat e veta. Sepse nga një ekspeditë e cila kishte bërë ca ulumtime, ka zbuluar goxha gjëra të vlefshme që unë mendoj që do ta marrim shumë seriozisht, që të vërtet ta zbulojmë dhe ta shikojmë se çfarë histori mbart. Një nga elementet më intriguese dhe më të rralla të ishullit të Maligradit janë vizatimet parahistorike që ndodhen të gdhëndura në Shkëmbinj. Dëshmi të qarta se kjo zonë ka qenë e banuar dhe e përdorur nga njerëzit që në periudha shumë të hershme. Në sipërfaqet shkëmbore të ishullit mund të dallohen figura të ndryshme, mes tyre vizatime që përfaqësojnë njerëz, peshq dhe simbole të tjera, të cilat sipas specialistëve lidhen me jetën dhe aktivitetin e banorëve të hershëm të kësaj zone. Vetë fakti që këto vizatime ruhen ende sot mes natyrës së egër dhe izolimit të ishullit, i shton edhe më shumë misterin dhe rëndësinë historike e Maligradit. Kryebashkiaku Kolevski thotë se këto gjurmë tregojnë qartë se ishulli mbart një histori shumë më të thellë nga sa njihet aktualisht dhe se nevojiten më shumë studime për të zbuluar plotësisht vlerat e tij. Çfarë janë këto vizatime që shohim në Shkëmbë? Këto janë vizatime prehistorike, të cilët ja shtojnë vlerën pjesës së ishullit. Nuk janë një pjesë e tyre, ne nuk mund t'i dallojmë me syrin e njeriut thjesht ose të një mungesë të ekspertit. Këtu ka disa vizatime, po ta shikoni edhe më sipër është një peshk, aty janë dy njerëz që tregojnë me dorë. Domethënë janë shumë vizatime të tjera, të cilët do tregojnë që ky ishull ka qenë e banuar. Jo vetëm në këtë pjesë, por edhe këtë ja shtoj edhe pjesës sipër të ishullit, ku tregohet që aty ka, le të themi, mbetje të vendbanimeve të shumë të hershme. Atë pjesën që përmend në poshtë, që vërtet duhet të shikohet, që të studohet, që të krijohet më shumë informacion, si për turistët vendas dhe të huaj. E vendosur në zemër të ishullit, kisha e Shën Maris mbetet një ndër monumentet më të rralla të trashëgimisë kulturore dhe fetare në juglindje të Shqipërisë. E rrethuar nga natyra e paprekur dhe karakteristike e ishullit të Maligradit, kjo kishë shekullore tërheq çdo vit vizitor vendas dhe të huaj, të cilët mahniten nga historia, arkitektura dhe afresket e saj unike. Fal ndërhyrjeve restauruese dhe investimeve të kujdesshme të realizuara në bashkëpunim me institucionet e trashëgimisë kulturore dhe projektet e Bashkimit Evropian, kisha po rikthen gradualisht vlerat autentike që mbart prej shekujsh. Restaurimi derës karakteristike, ruajtja e freskeve në muret e jashtme dhe pastrimi profesional i pikturave murale kanë nxjerrë në pa detaje të rëndësishme artistike dhe historike, duke e kthyer këto objekt në një destinacion të rëndësishëm kulturor dhe turistik. Në drejtën ndihem krenar për këtë punë, sepse është bërë një restaurim
me një projekt të Bashkimit Evropian me Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të Kulturës, bashkëpunim, ku në të njëjtën thirrje ne bëm edhe Muzeumin e Stereospaces, ku pjesa e Monumenteve të Kulturës ka qenë edhe restaurimi i këtyre gjërave. Dera e kësaj kishe ka qenë, kjo është një emitimi e derës origjinale, e cila ndodhet tek Muzeumi i Korçës, edhe besoj se kanë bërë një punë të mirë, duke ofruar me origjinalen. Tu jemi munduar që t'i ruajmë të gjitha këto fresket në muret e jashtme, sepse çdo turist kishte tendencën që të prekte. Do të thënë çdo prekje edhe dëmton. Mundet të dëmton. Është bërë një investim i kujdesshëm që vërtet ja vlen. Jemi duke punuar për të zgjidhur ndriçimin, ku instalimet siç e pati të gjitha janë të bëra. Do ta shikojmë atë pjesë, domethënë atë investim që i përshtatet më shumë zonave të tjera, si zonë mbrojtur, monument kulture dhe gjitha këto me radhë. Gjithë këto janë freske të ruajtura edhe të kuruara. Me ndërhyrjen e fundit, domethënë këto dolën në pa, duke i pastruar me kujdes në mënyrë profesionale, që kanë nxjerr vlerat e kësaj kishe. Domethënë kjo është një kishë me vlera të veçanta që çdo kush vjen për ta vizituar. Është një vend i shenjtë edhe unë mendoj që është një vend vërtet që çdo njeri të paktën në Shqipëri duhet të vijë ta vizitojë minimalisht një herë në jetën e vet. E fshehur mes shkëmbimeve të liçenit të Prespës, larg zhurmës dhe mes natyrës së egër, ndodhet një nga objektet më të veçanta të trashëgimisë kulturore dhe fetare të zonës, kisha eremite e ndërtuar brenda shkëmbit. Një vend që të jep ndjesinë sikur koha ka ndaluar dhe historia vazhdon të jetojë në heshtjen e gurve dhe në peizazhin që e rrethon. Kjo kishe, ngritur në një terren të vështirë dhe pothuajse të fshehur mes shkëmbimeve, konsiderohet një nga dëshmitë më të rëndësishme të jetës eremite në zonën e Prespës. Dikur këto ambiente përdoreshin nga murgj dhe besimtar që zgjidhnin izolimin dhe jetën shpirtërore larg vendbanimeve të mëdha. Vetë mënyra se si është ndërtuar kisha, e gdhëndur dhe e përshtatur me formën natyrore të shkëmbit, tregon edhe lidhjet e forta që njerëzit e asaj kohe kishin me besimin dhe natyrën. Për të mbërritur deri te kjo kishë duhet të kalosh një rrugë të ngushtë mes shkëmbimeve, ndërsa përballë hapet pamja mahnitëse e liçenit të Prespës. Pikërisht ky izolim e ka bërë kishën të ruhet ndër vite dhe të mbetet një nga monumentet më autentike të kësaj zone. Ne sapo u ngjitëm te njëra nga kishat më të veçanta që ka Bashkia e Postecit. Kjo është një nga 4 kishat. Një nga 4 kishat të cilën ndodhen rreth rrotull liçenit të Prespës. Është domethënë një ndërtim i veçantë. Jo vetëm kjo, po gjithë të tjerat kanë vlera të veçanta. Kjo është mirëmbajtur qoftë nga banorët, qoftë edhe nga një ndërhyrje që kemi bërë ne si bashki nëpërmjet një projekti, domethënë duke rregulluar pak këto shkallat e ngjitjes, sepse më përpara bëhej përpjekje edhe nga banorë individual, por to kërkojnë vërtet që të zbulohen. Kërkojnë të zbulohen për gjithë ata të interesuar, sepse besoj se mbajtën një histori shumë të veçantë. Nuk janë vetëm këto 4, janë 9 kisha, po 4 janë të këtij stili. Që janë të ndërtuara brenda në shkëmbim. Një pjesë interesante e traditës së zonës lidhet edhe me jetën e peshkatarëve në të kaluarën. Na theve diçka shumë interesante pak më parë, gjatë bisedës që patëm. Këtu kanë fitur peshkatarët? Po, pjesa shpellat këtu poshtë, nëse këtu flinin peshkatarët gjatë kohës kur vinin të peshkonin, sepse flinin s'ka patur mundësi, është zonë ikon. Jidnin në rrjetat ose me pezaule që dilnin, të peshkonin, edhe flinin gjatë natës që në mëngjes shpejt i mblidhin dhe vazhdonin punën. Ka qenë shumë interesante dhe është përdorur tradicionalisht në zonën tonë. Vit pas viti, Bashkia e Postecit po tërheq gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj, të cilët zgjedhin Prespën për qetësinë, natyrën e paprekur, historinë dhe mikpritjen e banorëve. Nga turistët e aventurës që eksplorojnë shtigjet malore dhe ishullin e Maligradit, deri tek ata që kërkojnë të kalojnë disa ditë larg zhurmës së qytetit. Prespa po kthehet gradualisht në një nga destinacionet më interesante të turizmit natyror dhe kulturor në Shqipëri. Interesimi për zonën shtritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit, ndërsa gjithnjë më shumë, turistët po zgjedhin të qëndrojnë më gjatë në bujtinat dhe familjet e zonës, duke u njohur nga afër me traditat, gatimet dhe jetën e përditshme të banorëve të Prespës.
ka patur një zhvillim posteci, jo vetëm për ato që biseduam deri më tani, por edhe për turizmin, hapjen e bujtinave pritse. Si ka qenë kjo periudhë për postecin? Unë e shikoj vërtet pozitivisht, domethënë. Ka një interesim shumë të madh për gjithë turistët, domethënë. Ne kemi parë vitin 2025. Kemi parë vitin 2025 sipas statistikave tona të bashkisë, pra ato që janë shumë të sakta, se ne kemi mbajtur duke patur një mënyrë të komunikuar me gjithë njerëzit për shembull që merren me turistët ose me bujtinat, ka patur diku në 17.500 turistë vizitorë, domethënë që kanë qëndruar për një natë ose më shumë. Interesante është se vitet e fundit ose kohën e fundit të shtuar edhe vizitorët të cilët preferojnë që të rrinë në Pustec, në bashkinë e Pustecit, më shumë se një natë, 2, 5 edhe më shumë. Vetëm me të dhënat e një agjencie turistike që ka sjellë domethënë turist francez, ka patur 450 vizitorë, të cilët kanë ndëjtur më shumë se 5 ditë. Këtu bilesisht është shumë interesante fakti që ata jo vetëm kanë vizituar bashkinë Pustec që kanë qëndruar këtu, por kanë kontribuar dhe kanë dhënë një shembull shumë të mirë për ndihmën në komunitet. Për shembull, kanë organizuar, ata kanë parë nevojat e njerëzve, fermerëve dhe kështu me radhë, me fondet e tyre, me kontributin e tyre fizik, kanë ndihmuar njerëzit këtu. Asnjë udhëtim në pres nuk mund të konsiderohet i plot, pa provuar gatimet tradicionale të zonës, të cilat mbeten një nga identitetet më të forta të bashkisë së Pustecit. Kuzhina e kësaj treve lidhet ngushtë me liçenin, peshkimin dhe traditat e trashëguara brez pas brezi, ku çdo familje ruan mënyrën e vet të gatimit dhe shihet karakteristike të prespës. Nga tava e famshme e krapit, tek peshku i thatë dhe pastërmaja tradicionale, gatimet e zonës përfaqësojnë edhe mënyrën e jetesës së banorëve që prej dekadash kanë jetuar pranë liçenit. Për turistët vendas dhe të huaj, kuzhina tradicionale është kthyer në një tjetër arsye për të vizituar këtë zonë dhe për të përjetuar nga afër mikpritjen e familjeve të Pustecit. Cilat janë gatimet tradicionale që i ka vetëm zona e Pustecit? Unë do të përmend disa. Do të thënë janë gjëra tradicionale që besoj se këtu kanë fillesën edhe këto janë, do të thënë ose le të themi që është origjina e këtyre gatimeve. Njëra të gjithë e njohin si tavën e krapit në bashkinë Pustec, por unë do përmendja që ka shumë të tjera dhe do rekomandoja çdo vizitor që t'i provonte. Le të themi ne bëjmë peshkun pastërma. Ne bëjmë çdo lloj peshku bëhet pastërma, do të themi që kemi në peshkun e thatë patjetër, që gatuhet në mënyra shumë të ndryshme, shumë tradicionale. Edhe mund të përmend një nga gatimi me pastërmaja me pilaf oris që bëhet. Edhe për mua unë do të rekomandoj të gjithëve që ta porositin tek çdo restorant edhe çdo familje në bashkinë e Pustecit e ka patur traditë gatimin e vet me këtë lloj gatimi. Gjithë peshku ka gjithë ato mënyra për të gatuar dhe çdo peshk ka shijen edhe veçantinë e saj. Mes ujrave të qeta të Pustecit, maleve që rrethojnë liçenin dhe historive që ruhen brez pas brezi, Pusteci mbetet një nga ato vende të rralla ku koha duket sikur ecën ndryshe. Një trev që nuk të tërheq me zhurmë apo me madhështi artificiale, por me thjeshtësinë, autenticitetin dhe shpirtin e njerëzve të saj. Këtu çdo fshat ka historinë e tij. Çdo kish ruan kujtesën e një kohe tjetër dhe çdo familje vazhdon të mbajë gjallë traditat që kanë formuar identitetin e kësaj zone ndër vite. Ishulli i Maligradit, kishat bizantine të ndërtuara në shkëmbinj, vizatimet parahistorike, biodiversiteti i rrallë dhe tradita e hershme e peshkimit e bëjnë këtë zonë një muze të gjallë në natyrë. Por përtej bukurisë së peizazhit, Pusteci mbetet mbi të gjitha vendi i njerëzve punëtor, i familjeve që ende jetojnë me tokën, liçenin dhe mundin e përditshëm. Një komunitet që pavarësisht sfidave të emigrimit apo vështirësive ekonomike vazhdon të ruajë optimizmin dhe dëshirën për ta zhvilluar zonën e tyre. Projektet për infrastrukturën, turizmin dhe bujqësinë
po sjellin një tjetër frym për Prespën shqiptare, ndërsa interesi në rritje i turistëve vendas dhe të huaj po i jep kësaj zone një mundësi të re zhvillimi. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që kush vjen një herë në Pustec largohet me dëshirën për t'u rikthyer sërish, për të parë lindjen e diellit mbi liçen, për të ndjerë qetësinë e natyrës, për të eksploruar historinë e fshehur të Maligradit, apo për të shijuar gatimet tradicionale që mbajnë ende aromën e traditës së vjetër të Prespës. Nga Bashkia e Pustecit, kjo ishte një speciale kushtuar një prej zonave më të bukura, më të pastra dhe më autentike të vendit tonë. Një udhëtim mes historisë, natyrës dhe njerëzve të Prespës, që dëshmon se Shqipëria ka ende vende të mrekullueshme për t'u zbuluar.